të pranishëm, ju lutem për 1 minutë heshtje që të nderojmë gjithë dëshmorët e kombit. Lavdi. Nderuara familje komandant Leshit, të nderuar veteran dhe ish ushtar të UÇPMB-s, të nderuara familje të dëshmorëve, i nderuari kryetari komunës zotëri Shaik Kamberi, i nderuari kryetari i Këshillit Nacional zotëri Yunus Musliu, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe partive politike, i nderuari përfaqësues i LMT-s Skender Jusufi, të dashur pjesëmarrës. Mirë se keni ardhur në Akademinë Përkujtimore në shenjë të 16 vjetorit të rënjes heroike të dëshmorit të kombit Ridvan Qazimit, komandant Leshit. 16 vite më parë, ai është flijuar që 16 vite më vonë ne ta gëzojmë sado pak lirin. Është flijuar për fëmijët e atëherit që sot janë burra e gra, për fëmijët e sotit që ata sot të kenë një jetë më të mirë. Është flijuar për mua, është flijuar për ty, për ne si dhe për gjithë shqiptarët. Andaj figura e komandant Leshit si embleme pa diskutueshme e shqiptarëve të luginës së Preshevës është ajo që duhet trashëgohet nga të rinjt, ndërsa për veprën e komandantit duhet flitet. Prandaj ftoj përfaqësuesin e organizatës së veteranëve të luftës që të lexojë historikun për komandant Leshin. Fillimisht përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në këtë akademi përkujtimore të 16 vjetorit të rënjes së komandant Leshit. Të nderuara familje të dëshmorëve, nderuara familje dëshmorit Ridvan Qazimi, të respektuar invalid dhe veteran të gjitha ushtrive shlirimtare shqiptare, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike e apolitike, zonja dhe zotërinj. Me lejoni që me një fjalë të përzgjedhur të rrëfej për jetën, veprimtarin, aktivitetet dhe rënjen e komandant Leshit. Ridvan Qazimi u lind në 4 prill të vitit 64, në Tërnoc. Edukimi familjar dhe kultura politike atletare që trashëgoi e përgatitën herët për sfida dhe betejë të njëpasnjëshme në të gjitha aktivitetet jetësore. Që nga shkolla e mesme, ushqua si aktor, amator në interpretimin e 10 roleve të dramës shqipe, si antar i shoqërisë kulturo-artistike Jehona nga Tërnoci. Përveç këtyre aktiviteteve, Ridvani ushqua edhe për aftësinë udhëheqëse dhe organizative dhe atë në momentet më të vështira kur gjendej shoqëria shqiptare. Dëshmi për këtë ishte udhëheqja e klubit futbollistik Tërnoci, duke ngritur atë në Ligën e 2 të Kosovës dhe garuar me suksese deri në vitin 1998. Për denjësinë njerëzore me kuptimin vllazëror dhe bujarin që kishte krijuar tek qytetarët, Tërnocas i u besua drejtimi dhe koordinimi i aktiviteteve humanitare solidare, duke emëruar kryetar të degës shoqatës bëmirëse humanitare Nën Tereza prej vitit 91 deri më vitin 1998. Pas epopesë së Jasharëve, vrasjes së komandantit legjendar të ushtrisë shlirimtare Kosovës Adem Jasharit, në mars të vitit 1998, masakrave të Lëkoshanit, Qirezit e Poklekut dhe fillimit të zgjerimit të luftimeve në Kosovë nga ushtria shlirimtare e Kosovës, Ridvani ishte një ndër veprimtarët e parë humanitare kombëtar të kësaj ane që do të organizojë grumbullimin e të mirave materiale për luftëtarët dhe popullatën e rrezikuar në zonën e Drenicës. Me rastin e dërgimit të të mirave materiale prej disa tonësh në maj të vitit 1998, ai e vuri edhe kontaktet e para politike ushtarake me përfaqësuesit e UÇK-s, si me Samil Ushtakun, Ilas Kodrën, Rifat Bejtën e më pas edhe me Rambujën, me të cilin ishte njohur edhe në kohën e aktiviteteve sportive. Gjatë zhvillimit të luftimeve në Kosovë, ai pati një aktivitet intensiv dhe të shumanshëm. Vazhdimisht me shok organizoi grumbullimin e ndihmave materiale për popullatën e rrezikuar të Kosovës. Në mars të vitit 1999, kur ushtria jugoslave dhe policia serbe rrethohet dhe maltreton shqiptarët e Breznicës, Ridvan Qazimi dhe 10 shok të organizuar e të përgatitur luftarakisht veç gjindemshin maleve. Në maj, më vonë, më 26 prill të vitit 1999,
nëpërmjet Lirim Jakupit, pjesëtar i UÇK-s në zonën operative të Karadakut, vuri kontakt me përfaqësuesit e kësaj zone në fshatin Gmic të Dardanës, duke u vënë në dispozicion të efektivave të zonës operative. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, hyrjes së forcave të KFOR-it dhe transformimit të UÇK-s, forcat e ushtrisë dhe policisë serbe u stacionuan në Kosovën lindore, në Bujanos, Presheve, Medveç. Ushtria Jugoslave dhe policia serbe të mbledhosur në disfatin në Kosovë në shenjë hakmarrje, ushtruan dhunë dhe terror mbi popullatën e kësaj ane. Dogjën Karadakun e Preshevës, dëbuan popullatën nga Marsia Bujanovcit, derisa Medveçën e boshatisën pothuajse tërshis. Gjatë kësaj periudhe, policia serbe vrau 13 shqiptarë në mënyrë më misterioze. Aktorët e këtyre vrasjeve nuk janë zbuluar as sot e kësaj dite. Për të thelluar aktivitetin dhe veprimtarinë luftarake, ai u detyrua të largohet nga Tërnoci, duke vendosur në një fshat të komunës së Dardanës në nëntor të vitit 1999. Me punën, urtësinë dhe mençurinë që kishte, arriti që të fitoj simpati të madhe tek njerëzit, sidomos te bashkëpunëtorët, duke përvojësuar shumë të rinj dhe intelektual që të radhiten në formacionet e kësaj ushtrie. Më 26 janar të vitit 2000, pas vrasjes së vëllezërve Saqipi nga Dobësini, doli në skenë për herë të parë Haptas UÇK-MB-ja. Me aksionet e njëpasnjëshme që i bënin ndaj forcave ushtarake dhe policore serbe, dhe me një ofanziv që zgjati prej 21 deri në 24 nëntor të vitit 2000, i detyruan këtë forca që të tërhiqen nga gryka Konçulit dhe malet e Tërnocit. Dhe me 24 nëntor në këto troje u ngrit dhe valoj flamuri kombëtar. Pjesëmarrës të nderuar, ish shtabi përgjithshëm i UÇK-MB-s me formacionet e saj ushtarake dhe faktorin politik bëri që problemi i Kosovës lindore të sensibilizohet deri në nivelet më të larta ndërkombëtare, Këshillin e Sigurimit të OKB-s, NATO dhe BE. E si rezultat i këtyre rrethanave të krijuar, erdhi deri tek ndërmjetësimi si dhe premtimet e garancionet të përfaqësuesve të NATO-s në udhëheqjen e zotërisë Sean Sullivan. U zhvillua një cikël bisedash midis përfaqësuesve të ushtrisë shqiptare Preshevës, Medveçës e Bujanovcit dhe ish ushtrisë jugoslave. Duke e parë sinqeritetin, bujarin, trimërin, aftësi ushtarake dhe diplomatike të Ridvan Qazimit, shtabi i përgjithshëm i UÇK-MB-s e emëroi shef të grupit negociator për bisedime. Marrëveshja për demobilizimin dhe demilitarizimin e nënshkruar me garancionet e përfaqësuesve të NATO-s në Konçul më 21 maj të vitit 2001, pritej që kjo marrëveshje të fillojë të zbatohej me 25 maj, por ndodhi ajo që pak kusht besonte dhe me 24 maj të vitit 2001 vritet tradhtisht gjatë momentit që komandant Lleshi inspekton të formacionet për demobilizim të UÇK-MB-s që e tronditi thellë tërë popullatën e Kosovës lindore. Gjaku i dëshmorëve të kombit dhe i luftëtarëve të UÇK-MB-s, si vëllezërit Saqipi, Fatmiri Bishi, Sherif Januzi, Enver Bajrami, Bardhyr Osmani, Ibrahim Feyzullahu, Besim Faiku, Qenan Rahimi e shumë të tjerë, si dhe komandantëve legjendar të UÇK-MB-s, Njazi Azemi, komandant Mjekra, e Ridvan Qazimi, komandant Lleshi, na obligojnë moralisht, kombëtarisht e politikisht që të jemi të pajepur në ndërtimin e aspiratave dhe objektivave të cilat na janë garantuar nga faktorin ndërkombëtar si NATO dhe BE-ja. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi komandant Lleshit dhe i përjetshëm qoftë kujtimi për ta. Tani ftoj kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, zotri Yunus Musliu, që të marrë fjalën. Nderuara dhe respektuara familje e Ridvan Qazimit, alias komandant Lleshit, të nderuar pjesëmarrës, jo shok të komandant Lleshit, bashkëluftëtar, të cilët që nga dita e parë keni qenë të mobilizuar dhe të organizuar për çlirimin e Kosovës lindore. Në këtë 16 vjetor
Rënja heroike e rivanqazimit Alias, komandant Leshi, në mbrojtje të adheut nga okupatori sërbë, kudo në Bujanoc dhe në diasporë shënohet si ditë e dëshmorëve e ushtrisë shqiptare Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Prandaj, duke përkujtuar 16 vjetorin e rënjes heroike të herojt, rivanqazimit, përfaqësuesit dhe simbolet të UÇPMB-s së latishme, sot përulemi me respekt dhe me krenari para gjithë dëshmorëve të UÇPMB-s dhe UÇK-s, si dhe para gjithë dëshmorëve të tjerë të kombit shqiptar që në vazhdimsi ranë për mbrojtjen dhe bashkimin e popullit shqiptar në të trojeve autoktone të ndara. Duke nderuar kujtimin e dëshmorëve të kombit, nderojmë popullin ton heroik dhe adheun ton të lavdishëm. Duke nderuar kujtimin e dëshmorëve të kombit, në radhë të parë nderojmë vetveten, nderojmë të parët tanë, pasardhësit tanë, duke nderuar kujtimin e dëshmorëve të kombit, mbi gjakun e të cilëve ngrihet dhe qëndron kalaja pa poshtër e quajtur atë dhej, më në fund si popull i lartë dhe me tradita shumë fisnike dëshmojmë se meritojmë lirinë, dëshmojmë se jemi të drejtë, të marshojmë krah për krah edhe me popull tjerë të civilizuar të kësaj bote, duke nderuar kujtimin e paharuar të këtyre qeveran për popullin dhe për atë dhejnë, ne të gjallë njerët në kohë të shpallën luftë të pa kompromis harresës, armikës së më të madhe të individit dhe të popujve, sepse harresa ka tabër të lartë dhe pa kompromis, sepse harresa bën që të përsëritet të keqja, të përsëritet historia, dhe kombet që harrojnë nështrohen tjetërsimit, popujt që harrojnë nështrohen zhdukjes së pamërshishme, pra kujtimi i rivanqazimit, si dhe kujtimi i gjithë dëshmorëve të tjerë që ranë në altarin në adheut gjatë historisë sonë të vjetër dhe të re. Nuk në le të harrojmë se jemi shqiptarë, nuk në le të harrojmë idealin e lartë të bashkimit të adheut të kombit, nuk në le të harrojmë amanetin e tyre për të cilën ata u flijuan. Vëllezër dhe motra, ashtu siç po flasim me krenari për dëshmorët në tubimet përkujtimore, ashtu siç po bisedojmë në heshtje me dëshmorët gjatë homazheve mbi varrezat e tyre, po ashtu edhe dëshmorët kanë po të njëjtën të drejtë të pyesin neve të gjallëve për gjendjen tonë, të na pyesin se ku jemi, që moment jemi, histori jemi, sa kemi arritur të ruajmë fitoret e punës, të luftës, së përbashkët, sa kemi arritur të realizojmë aspiratat e popullit dhe amanetet e gjakut të tyre të derdhur në altarin e lirisë dhe ne të gjallët, aq sa kemi nevojë të apërsëritet vetvetes dhe njëri tjetrit, po aq kemi obligim edhe ndaj dëshmorëve të kombit, të themi të vërtetën se në gjendjen të cilën po jemi, në gjendjen të cilën situata po e kalojmë si kombë dhe në tokën e ardhit. Dhe sa do të pak të hidhur mund të jetë gjendja e momentit tonë historik. Ne të gjallëve nuk në lejohet kurse si në këtë gjendje të tyre të ambulojmë fjalët e mira dhe me shpresat të kota, sepse ne të gjallët ashtu edhe e dëshmojmë se duhet si kom duhet të filit të hapur, sepse si kur të gjallët ashtu duhet të dinë edhe të vërtetën. Po me plot të drejtë populli shqiptar priti, e më në fund gjatë hutjeve dhe luktës e tij të përmbledhjen të drejtë, populli shqiptar priti se në më në fund dhuna, shfrytëzimi i egër, i burgosit, vrasjes, shpërnguljet, robëria, e shumë fesht e të tje i takojnë të së kalurës, së hidhur, në historinë e popullit shqiptar. Ne mendojmë se trojet e tij dhe ashtu të zvogluara, te mose nuk do të përsëriten më fati i zi me 600 shatra të Sanxhakut të Qamërisë, të Pazarit të Ri, të Medvegjës,
Prandaj nuk mund të çuditemi se në mungesë të një programi kombëtar, në mungesë të një politike të pastër kombëtare, në mungesë të një prisi të drejtë kombëtar, populli ynë sot i gjen preje dhe mbështetje vetëm në veprën e dëshmuar dhe të lartë të gjakut të dëshmorëve të kombit, po gjen preje vetëm në idealin e larta dhe në shpresdhanësit të tyre, të cilët i premtojnë se të ecin përpara nëpërmjet gjakut të dëshmorëve, është gjaku i mbar kombit, ashtu edhe dokument dhe tapi tokave shqiptare, sepse ideali të dëshmorëve të dridhen në ndërgjedhjen të mbushin frymëzim, sepse porosia veprave të tyre mobilizojnë dhe ne dhe për luftëtarin e nder, luftimi për të vërtetën, për të drejtën, për lirin, për progresin, për shoqërinë, për progresin historik, sepse ata në veprën e tyre kishin dëshmuar shumë fesh në historinë që bëjnë një tokë që i cila është bi e baballarëve tonë, thjesht të nënave të përvujtëra shqiptare, sepse ata kishin kuptuar me kohë rruga e lirisë nuk është e lehtë, sepse rruga kalonte përmes vujtjeve, flijime të mëdha, paramakve të burgjeve dhe të pushtuesve, të torturave njerëzore të pushtuesit përmes plumbave të kepruese të armikut. Ata kishin më së qartë se liria është liria fitores e shumë fesh mund edhe me mundet të mëdha, e djerë dhe me gjak të pakursyer. Këtë mësim ata kishin nxjerrë nga përvoja e madhe e popullit të vet, dhe nga përvoja e gjithë popujve liridashës së botës së qytetëruar. Në një thënie të Hasan Prishtinës, i cili në altarin e Dheut kishte thënë, në këtë betim, mua, në idenë time patriotike, nuk ka muajt, as nuk mundet me më mposht as ari i tanë botës, as mënia e armiqve, ka me mposhtën vetëm vdekja. Në balë të këtij populli dhe në këmbë të këtij populli, flijimi dhe vdekja dhe për realizimin e aspiratave të tij do të na vijë i përjetshëm dhe i bukur më fisnik i gjithë në jetën e tij, dhe s'do të ketë forcë që të ndahet në rrugën tonë të ndryshme, po në themelët e kësaj edukate ishte rritër, formuar, edukuar edhe Ridvan Qazimi, i cili në emër të ushtrisë shërimtare të trudë dhe të popullit vet kishte dhënë fjalën, edhe 100 jetë me i pas të gjitha të tja, falesha atë dhejën, dhe me shpresë të madhe për shqirimin dhe bashkimin kombëtar. Sot për ulmi para veprës së Ridvan Qazimit. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi komandant Leshit. Në vazhdim, fjala do i jepet kryetarit të komunës Zotëri Shaib Kambeli. Të nderuara familje Qazimi, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid të luftës, ju ish pjesëtar të ushtrisë shërimtare për Presheku e Nos dhe Medveq, të nderuar pjesëmarrës. Njeriu çdo herë ndjen vogëlsi, por njëkohësisht edhe krenari kur duhet të flasë për Ridvan Qazimin, komandant Leshi. Duket se flet mjaft fakti se mëse 16 vjet më pas, i kemi ende aq të freskëta kujtimet për njeriu që ju dhuroi vendit të tij diçka të pakrahasueshme dhe të papërsëritshme. Çdo herë që kur kujtojmë veprën e Ridvan Qazimit, më shfaqet në mendje thënia e shkrimtarit të njohur Honore de Balzac, i cili kishte thënë: kush kërkon dekorata, nuk i meriton, kush i meriton, nuk i nevojitet. Prandaj, Ridvan Qazimi është lejuar në altarin e lirisë pa kërkuar dekorata, por që na ka lënë obligim që në jetë të jetëve ta përkujtojmë atë. Ai në vend të dekoratave zgjodhi flijimin. Personalin e anashkaloi duke u angazhuar për kolektivën, ndërsa në veprat e tija fjalët nuk gjetën vend. Të nderuar vendës, por kujtimi për Ridvan Qazimin do si do na rikthen në kujtesën tonë kolektive. Këto momente që janë të njëkohësisht krenari e dhimbje, gjallin dhe shërbejnë si motiv për të dalluar virtitin nga ignoranca, bashkëqëndresën nga egoizmi, por para së gjithësh dritën e flijimit të cilin e ndezi komandant Leshi në gjithë dëshmorët e tjerë. Të
Të rikujtojmë sot veprën e tyre të përjetshme për të ndërtuar të armën tonë më të ndritur, ashtu si që konceptonte vetë komandanti dhe krenu organizatori i tyre. Pikërisht atë model të së armës që synonte të ndërtonte rivalizzimin dhe shëntashuajnë ata që shtinë mbi të. E vranë ata që friksoheshin nga kjo e armë e shqiptare. Nderuari komandant, urojmë që edhe ky përkujtim të jetë një shenjë e përjetësisë drejt amanetit tënd për ta ndërtuar një të ardhme pa mjerin e pavojtje, pa tiranisht tipësisht barbar, vizion për të cilin lejove mendjen, djersën, gjapur dhe shpirtin. Zoti e bekoft komandant Leshin, Zoti i bekoft gjithë dëshmorët e kohës. Ju falenderoj. Në shenjë respekti për veprën e komandant Leshit, sot Akademia Përkujtimore dhe shoqata Ansambli Shota na kanë madhëruar dhe nderuar me prezencën e tyre. Duke i falenderuar ata për pjesëmarrje, Këshilli Nacional për angazhimin që sot janë prezent këtu, i ftojmë të ndjekim programin që ka përgatitur për ditën e sotme.
Faleminderit për juve që keni ardhur, na keni nderuar, ju kena lodhur. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Lavdi veprës së dëshmorëve të kombit, lavdi veprës së komandant Leshit. Ne jemi të nderuar në emër të ansamblit Shota edhe të krejtë Republikës Kosovës, jemi të nderuar që marrim pjesë në festën tuaj, në përvjetorin tuaj, edhe do jemi çdo herë këtu kur na kërkoni edhe kur s'na kërkoni. Të nderuar të pranishëm, në emër të Këshillit Organizues të manifestimit Ditët e Komandant Leshit, ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen dhe për angazhimin tuaj. Ju faleminderit.